parlamentar më i madh që kemi këtu, zgjedhjet është me ndërru kandidate. Pse nuk ndërroni? Nëse u bë ky ngërsh politik, pse nuk po të hiqeni prej Abdullah Haxhiu? Në fakt ne jemi duke votuar për zonjën Haxhiu, që këto 5 seancat e fundit, po të kalojmë prej kësaj situate. Domethënë bllokimi mirë, po pajtohem që ata mund të mos pajtohen me votimin e fshet, mund të kenë mendim tjetër. Edhe pse votimi i fshet mund të sillte një rezultat tjetër, prej informacion. Po një rezultat tjetër për arsye se sipas edhe prezantimit edhe vullnetit të deputetëve të partive tjera, tregohet që ata nuk kanë kundërshti në raport me kandidatin, që nuk do duhet kishin as të tjerët, për arsye se nuk mund është ja përcaktosh kandidatin partisë fituese në zgjedhje. Ata po kërkojnë këtë. Njëjtë sikur se po e ripërsërisim për të 10ën herë që edhe ne nuk do t'ju përcaktojmë kandidatët partive tjera për nën kryetar të kuvendit. Prandaj ata po e tregojnë mos besimin në proces dhe në deputet të tyre. Nuk po e tregojnë ata besimin në një proces i cili do e zgjidhte te këtë ngërç dhe do të fillonim të merreshim me probleme të cilat me të vërtetë na takon të merremi dhe për cilat kemi kërku votë. A keni asnjë ndonjë deputet të partive politike tjera opozitare që ka thënë që do të marrë Abdullah Haxhiu në statutin e fshat? Çka unë mund të deklaroj në këtë rast, ose çka më është e qartë për mua në këtë moment, është që ka vullnet për të votuar zonja Haxhiu nga përfaqësues të subjekteve të cilët nuk do e bëjnë këtë me presionin e subjekteve të tyre. Në rast se të gjitha subjektet janë të bindur për votën e deputetëve të tyre, nuk do të kishin asnjë problem për këtë proces votimit. Pastaj ekziston edhe një mundësi tjetër, që e kemi thënë edhe atë, nëse kanë kundërshti me procesin, le të kryhet si procedurë dhe pastaj le ta kontestojnë kudo që njëjtë sikur se e kontestuan tani këtë fazë të procesit në gjykatën kushtetuese. Po Marigona. Zëra Kusori, është e 5 ose e 6 herë që ju keni tani me votimin e fshat si formë. E 5, po. E 5 ose e 6, është. Mirë. Atëherë tashmë po e shihni ju që deputetët nuk po votojnë për formimin e këtij komisioni. Pse nuk po kalojnë sërish te propozimi i kandidatës ju për kryetarët e kuvendit? E fakt që ka deputetë që kanë presion prej partive tjera dhe ju po insistojnë Partisë së vet. Okej, po dhe po ta fjalën për gjitha partit tjera, deputetë e partive tjera. Po tash çfarë deputetësh janë ata që fiksohen me marrë vendimin vetë para kuvendit të Kosovës, ata le të mbajnë vetë përgjegjësinë e tyre. Nështë është koha që ne kalu prapë të propozimi, apo pse s'po bëjnë këto? Për arsye se kemi mbetë në një pikë të rendit të ditës, në të cilin po konstatohet mungesë e kvorumit vazhdimisht. Po them edhe një herë, edhe para 2 dite, 48 orë më herët këtu e kam përsërit. Le të votojnë kundër, sot kanë mund të alzojnë këtë propozim. Sikur të merrnin pjesë në votim. Kundërshtuar me kaluar të propozimit? Kjo